Tash jena të shku të një Cadillac i Altinit, viti 1959, vetura ma originale në këtë organizim. Mos më thuj që më keni dhënë çmim edhe mua. Po edhe ty ta kena dhënë një çmim. Edhe unë kam çmimin vetura ma originale, ma pas kanë dhënë një çmim. Me përmirësu juve, jo Altin, po automjetit. Automjetit, absolutisht. Është ma original. Automjeti më original se unë. Po. Absolutisht. Se unë i kom bomë me hund, me vesh, me vetlla, me ketë. E kështu që ky Cadillacu jonë po fitoj ka një çmim si ma originali. Realisht faleminderit shumë prej Klub Oldtimer Prizren. Shikoni, morëm çmimin ma original. Jena original edhe në shikim, edhe në klikim, edhe në mision, edhe në gjitha aspektet jemi original. Edhe në natyrën e shprehjes, edhe në natyrën e qëndrimit, edhe në natyrën e jetës. Ne veç fakes jemi. Edhe për original. E vlerësoj këtë çmim. Faleminderit shumë. Më mbaj për të lutem. Ndoshta nuk i nevojti për vegla pune, po megjithatë për të përgëzoj. Shumë faleminderit. Qase suksese. Shumë faleminderit, turit nera. Këtu është dhurata nga, ma thuj si e pati emrin. Brand Zvicron, firma Kraftwerk që jemi përfaqësues për Ballkan. Ne kryesisht mirëm me solucione që jemi të shtrijën këtë Ballkanin. Ky është njëne për brandeve tona. Bukur shumë. Dhe ti vetë personalisht je? Unë jam Selver Shala, pronar i kompanisë Part Center. Part Center. Po. Bukur shumë. Bazën Part Center the best. Bazën e kemi në Liechtenstein, operojmë në Zvicër, po edhe në Ballkan për 2005-s. Bukur shumë. Sukses edhe njërë. Shumë faleminderit, urit nera. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Shumë respekt. A shef kur je original merr edhe çmime vëlla. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Vazhdojmë me pjesën tjetër. Vazhdojmë, çmimi i parë u dha makinave vjetër, çmimi i dytë original, siç e din këtë bota, edhe çmimi i tretë tash ta shohim kush e ka. Kush Visar, kush e ka çmimin e tretë? Edhe cili është ky çmim? Çmimin e tretë e ka Triumph TR4 i viti i prodhimit 1967. Kush është pronari? Pronari është Spike, ky zotëria këtu me maicën e kuqe. Spike është shqiptar apo? Jo, kjo është angles. Angles. Angles, po jeton në Sloveni. Okej, kjo është makinë. Disa vite që vjen në edicionin ton, edhe po ashtu e ka maicën e veshne tonën viti 2017. Bravo. E ka rujt. Bravo, bukur shumë. E kjo çmimi i makinës së tretë është për destinacioni më i lartë. Destinacioni më i largët. Atëherë, po. Kjo makinë është destinacioni më i largët. Ky si e pa emrin ky? Spike. Triumph. Kjo makinë ka ardhur nga Anglia, destinacioni më i lartë, meriton çmimin e tretë. Shumë faleminderit që ka ardhur prej larg, edhe shumë suksese. Faleminderit. Vazhdojmë me pjesën tjetër.